Ludo ti dje the shumë birë. Falë. Ti vitë se the, unë kom pas qith me pas një aljat, një shoqni se jo. Jo, se kuptove. Jo, po. Shoqnia juj, u konë shumë ma shoqni, do më thonë, për pjesën e rrugtimin Big Brother për mi besu, sa njerëzit se i kam pasu në të offer. Por, unë jam i sigurt, se që ajo nashta mu më shpërblet shumë ma shumë, si që kjo shoqnia juj, si kishe e vërtete, mas më të dul. Po këtu janë dy lloje, këtu janë avlerësor si lojtar, avlerësor si një. O zemër, Big Brother. Po marrë janë dy dallime se ti i ki pas rrethin tonë në kuadër të lojës komplet. Qashto, po s'ki pas t'i shansë mu bosh shok E të na mu se si mi besu. njerëz. E po, Që që në tash mi besu Kjo është hiki, ose dallimi hiki që po mu ta që them. se na të të kena kuptu komplet këtë show se njani mundet me fitu. Te ju besoj, mas momti, finale u pase, tash ti se si cili... Finalja e prishë gjitha. Gjitha, po. Po fol me realitetin. A, unë hyki mu prish finale, ose na prish në rrugë të lojës për të në finale, o të njerë se gjithë të kuptojnë, hej, këta kanë qëtë lëtarë, pse mu me që mirë? Po jo, qatë mirë e keni që, këtë mrekullushëm, tash finale, dulce, jo qatë mrekullushëm. Ama unë jam e vetme që kam ardhur vetë në finale. Po. Pa aleanca, pa gjëra, pa. Ja, ki pas pak aliancë. pak, Aleanca? kënaj. Ti, Hygi, që bo, që ti që arë shumë alet në finale, së që kap në fillim që atër me naj lirin. Mas i shprej pëlqim. Me naj lirin. Po. Mas i ka shprej pëlqim. Jo, zemër. Që ka shprej pëlqim në lirin? Tuaja. Lali ka shprej pëlqim? Ja, loj, valaj, po m'jen ketë. Ja, ka që zunë në moshtë, bravo. Po që më zurin grush? Ja, blokove pak. U blokova. Kur se ka bitë? A i e tha. E pëse s'ki ka zunë t'i kur? Po sepse Jo. duke që ishte për shkak nominimit, kishte lidhje fare me pëlqimin. Unë me Najlirin jemi zënë keq fare. Që ja po folë me tash realitetin. Hygi me të vërtete ka pas një problem. Si ka besu kërkuna. E problem po do këtë ka? Unë jetë përditshme, mund taj më kom problem. Jo, e kam dhe një jetën e përditshme. Edhe- Unë kur nuk besoj 100%. Qashto. Gjithmonë, e di pse më është bërë kjo? Sepse jam zhgënjur shumë herë. Dhe për t'i kursyer vetes zhgënjimin, tani jam, më dhe gjithmonë e mbaj një rezervë që shumë mund të ndodhe kështu. Shumë e pres ditën që më vjen edhe më qikë. A majtë ta pësu në Hygin dishka, pra hajde që osone ti kish mi bashkëpunu bashkë. Edhe unë ta kësha këthuj shpinën ose ti mu. Shka ka mujtë unë ty me damtu se ti qaq je e di shumë se shka banë, se ty me më kështë thonë muna informacion se kësha mujtë unë me përdor kundra teje. Do më thonë, Jo, nuk është më Se kishë rrugë bërë ndonjë logjika. dëm të madh. Po, duke u bazuar te ajo që kam ndodhur më përpara, ti ke marrë nga unë atë, ose më saktë, kam dashur unë me ta dhënë, se s'ma merret dot, po mos doja unë, gjëra që të kanë vletur dhe i ke përdorur për veten tënde. po normal. Ke përfituar ti, jo unë. Se po thosh Dhe unë atë moment e qepa gorën. shumë interesant folesh tashti. Po, A pas na përfituane? Po. Indirekt edhe ti. Se ku janë ata njerëzit se ju kam gjujtu në sot? E ku je ti? Në finale janë. Qashtu? 1-0 për Ludon. ja, Indirekt s'është ke me zero përfitu? për Ludon kjo, sepse ku Alba është për ku shumë janë doli aliatet vetë. tu? Nuk është se nxorre ti. S'kam, o ti. Jo, Po krejt ta kishe aliatet nxjerr tu. ti me strategjinë që të dash unë, se ty të erdhi keq, apo jo? Asë një aliat Ata dash strategjinë. A e përdore? Ose çove deri në fund. Se qova jo. Ky krejt aliat e vetë i qitë jashtë. Po. Njerës që i ki mojtë ofër. A peshe se s'ngove në herë. S'ki Jo. mujt ti me pos me njerëz aliat, kur si cili pitin me gjithë shpirtin me ka dash të çmimin. Do më thonë ti po më hanë edhe që ki pos aliat. Po s'ki mujt me pos besim. Ua, po Si krejt tu doja ngu? ju Po, të bazu ka një tani aliat. Se të kuptu kjo. Ti si të kuptu se... Po, i kam pos aliat, po si kam E, besu po. në rrugtim, se s'ka pos logjike. E jo si jo tre, po tha. E po I ke krejt njerës shfrytzu që i pra, ki pos... ta kam thënë, Ose ata Lotari mu. Teresa Xhi. Ose ata mu. Ja, ata ty ma pak. Alla shfrytëzimit shkon dy anët. Shfrytëzimit ti s'mush me shfrytëzu dikush, a e ty me të lanë halla ula. Se s'muj ta me shfrytëzu të Hygin. Jo, unë ty të kam shfrytzu vetëm në rastin e duksave. Okej, faleminderit. Arditin, pse s'muj ta me shfrytëzu?
Ose jo vetëm në rastin. Jo vetëm në rastin e Jo, po dukave, edhe dy Edin e herë. qite. Po ku e shfrytëzova? Edhe me darkën romantike. Ku shfrytëzova Edin, me pas bashkëpunu Edin me mu, sot isha me mu në finale. Edhe me darkën romantike. Betona Dy në zot. herë. Alianca mirë me pas, por me ditë se hej, nuk ka logjike mu lidh çast shumë se herë do kur komu na do finalja, komu na do çmimi, komu na do interesi, komu na do shumë sene. Që ta kam kuptuar në prej fillimit. Sidomos Labi Alba, ata kanë luftuar, diku kanë kuptuar Labën se des për me fitu çmimin, kur ish nominim. Që shu tot ke. Ja, Ludo, kur A, je dakord? ordinat, Ludo për një me kur ju kap Labi, kur ishti një lëndrimit, që kur jam u shkryt Labi, kur erë kë e kjo gjojt Ludo. Ajde, të që në bone me Italianë? Labi, Ludo, se t'ja nisi Ludo. O, me ty zbën as biznes, e ke te një emocional, e ke sa shkon knaj, shkon Që sa anaj. mirë pas i mësuva, Po, për shë. nesër me një kanë prapë ofert. Ha? Nesër me një kanë prapë ofert. Edhe plus ndarë se m'ja keni dhonë durën një tjetëri, ja keni premtu një tjetëri, që Që kena shkesh, premtu se me krejt ju Labën? këmi, se s'keni me dalë më kundë. Unë kam dyshime Au. që... Ja O, keni Ludo, dhonë durën që ai keni me debati me shku Labin, a ka një finale. vërtet apo Shumë. veç? Pasha zotën po. Qysh i vërtet ai dula aty me në kontratën, me sene, me shka mos hygi kja aty prezent. Atë me... Aty, Ka qenë i vërtet? aty Oj, mi besoj që dubi. s'ju ka marrë kërkush seriozisht, ajo. Se di unë po argëtohesha në atë moment. Okej. Se ju me s'isha plot më marrë seriozitet. E prime si më shojt Aveline se so qarti se nisi me kajtë shkojnë në dhomën rëfimeve qysh. Jo në rëfimeve, po shkoj po, tamam, dhomën rëfimeve. Ju du të mi logiku sene, qëre, me persona se janë shumë emocionalisht, është shumë problem mu lidhë, edhe jetën jashtë, sa ata ndryshojnë për ditë. Që, Bash. kur nuk mund shmu lidhë me ta, kur? Që unë e partnerin teme du vetë se është hiq, zero me emocione. E gjithë mund këna funksionu. A një person se veprat si pas emocione është në labi, shembull, se nuk mund është mu lidhë me ta. Njëherë, ju gjithë këtë me 2 muj, e bani shok ma të madhin Klodin. Edhe jep ki vota për Ju këtë. shok Të po e hunger. fans. Edhe Aty, fans, bravo. ju Të e bo hunger. fans, Klodi. Aty ka hunger, një muj rresh. Kyja derë dhe go plusin, e shka si, baja mas ma më tim Klodi. E, shka ndohë mas andej, ku e pa se Klodi nuk të kuka, shka si tha Klodi, ti je kuna fejës e sene, ku Jo, ti... realisht jo, ka qenë ndryshe, këshirë. Po qështu ke? Ai nuk e ka kuptu lojen. Në moment që hime në nominim na si grup, ai filloi me na u gjujt mu e Benitez po atë natë. Po. Që ja filloi me sulmu me fjallë. Edhe normal të prej me që ka mund është me prit. Ti e din. Në thash, duhet me kuptu se këtu si cilë e ko interesin e vetë. Edhe Hygi, nashta se ka kalzu, po shdo se është ka bo, mas më të ka bo Pse për labja interes vetë. labja Fjale. ka Ai pjesë dakon? interesit tjeve. Faleminderit. Labi. Po qysh, Hygi kujtohet se Ka ka në bo. Budallës janë. Ha? Vetëm budallës janë. Kam thona e budall 40 vjet karriera, 30 vjet, le po hajgori ka bëna. Unë ty gjithmonë kam këshy ndryshe. Edhe kam kuptuar se kjo është ka të bëj me strategjinë e vet, në heshtje. Edhe çajo ju ka Unë vlerësuar. e kam thënë një fjalë, po se keni dëgjuar. Ku Hygi për Në një me... ndecjen 105. Më ka zbu, unë e për një me shumë shpejt zbutna, se njëherë pa ta lidh kry, me qatë debat që e këna pas, mu e dy që shumë pa më ta ka lidh dalë kry? qefi, atin kështu se Çka pa pa ta ta lidh lidh kry? për një me kry, edhe në ditëlindje, kur ki ka që aty apet, ku 100% atë që aty apet më ki më kry vetin. Jo reale, po më shumë se reale. Edhe s'është që Sepse mu kishte ka ndodhur ajo duk, me mu ka duk me fake Arushin asë. dhe isha shumë e prekur. Edhe po e mbaja, e ke parasysh nga që ishte ditëlindja jote, edhe e mbaja brenda që mos prishje atmosferën. Po. Mirë po, kur erdhën këto që ishin dhurata, që ke parasysh se ti mosha, bjonde, më thënë, komplet ana, i ka. Edhe pastaj nga që Edhe unë po kam vinin kajtë, gjithë, Unë e për një me po shumë vinin shpejt gjithë, zbutna. po merreshin me mua, thash më Po, mirë po, qau aty. Gerta dhe ik. Po, ki kajtë shumë. Për ditëlindje me ka Që edhe qenë. për ditëlindje se kilon, bëjshë komente, bëjshë... Po normal, në 24-7 loj. Jo, amo që aty për një me që nuk di hiq, adin për një me në që si momente unë mu më ligjet zemra. Do më thonë, me njëherë më bëm për veti, prap. Se besoj, për një me besoj shumë edhe nuk e kom djetë që e Dridhet ki që kjo pas. kom. Gjithë e kom. Edhe nuk e ndjetë që adin Që ka qa? ardhë, që u kon fake anaj sën. Mu ka duk 100% Shka? për teje. Jo, me kjo s'kon fake. Ajo në ditëlindje? Hygi fake me kajtë. Pas ditëlindjes, Që aty më ki hinë qef, pas ditëlindjes, po ta shohësh edhe kur kam kundërshtuar,
nuk kam qenë shumë fair në kuptimin e fjalëve që të kam thënë. Unë kur kërkoj falje, po më qove deri aty, s'ka shans më ta Jo, valla, ta lutu shkel. s'din me kajt fake. Ama, unë kërkoj falje për gjëra që kemi pasur, po unë kundërshtare me ty jam, do të tregojmë hipokrite. Unë vetë që kam një problem se s'di mi shprej emocion. Për një kur të gëzona, kur të mërzitna, kur të bëna nervos, gjithmonë veç di me kajt. Nuk di kështu tjetër, adin sa do që... Ti din edhe me nej. Qysh do që Ti din edhe pak... Ti din edhe me tepru. Qysh me tepru? Unë kam një gjë. Unë jam shumë... Do me thënë, nuk i zbraz do të emocione, deri në një pikë kulminante. Gjithmonë e kam pasur këtë. Do me thënë, një mbaj të vetja, kam një lloj dridhje të vetja, po nuk nxjerr pikë loti, jam shumë... Do me thënë, po të më shohësh kështu duket sikur s'kam pikën e emocionit. Derisa mbrin ajo pika kulminante. Pikën kulminante pastaj jam ekstremin tjetër. Amo edhe unë shumë kam qef me konë që shto. Edhe te ajo që po shpalleshin finalistët, unë nuk kisha pikën e emocionit, pikën e emocionit. Isha kështu, as dridhje, as fare 0-0-0. U dorzove. Jo, nuk ishte punë dorëzimi. Si ishte punë dorëzimi? Shka ke, Jo, shpresën unë e kisha. Thjesht nuk e besoja. Shere betim tha 99% zbesoj edhe amasarena ma shumë u gëzim. Po nuk isha dorëzu. Shlidhe ka dorëzimi. Jo, su dorëzu. Jo. Dëgjo, unë ta shpjegova shumë mirë, po ti e ke zakon që të thush po atë që do ti. Hajde fal. Unë ta shpjegova. Hajde fal për zemrës. Unë, te vetja ime, besoja në atë që kam dhënë. Aha, okej, në rregull. Dhe e kam zgjedh me vetdije që t'jem vetvetja dhe mos bëj lojra. Unë kam edhe kapacitetin, edhe me bomi stresin, e mban mend e ka thënë një Rolta. E ki. Unë e kam. Ata kur s'ta ka huqë se ki. E kam atë. E ki. Edhe për të shti edhe për çu e kam. Ja, me të se ki. Po unë nuk e kam zgjedh atë gjën sepse unë nuk e bëj në jetën e përditshme. Po ta bëja, do t'rregoja një hyki që s'jam, më kupton? Dhe unë doja të isha ajo që jam. Të më njohin njerëzit për këtë që jam. Pra e kam zgjedhur këtë rrugën, e kam zgjedhur me vetdije. Atë pse s'ke pas një sekondë, nuk e kam dyshu asnjëherë në rrjedhën e lojës. Okej. Pra sidoj që t'ishte rezultati, unë thash këtë dua të bëj. Se nuk e sigurt. Po prit o vlla. Okej. Si s'le ky. Fal. Tani, ta thash, ta shpjegova. Në vetvete, unë isha në rregull me veten time me atë që kisha dhënë. Pra besoje te vetja. Por, duke qenë se gjithë banorët loja, s'ka dhënë loj, s'ka bër loj, mu fut në nënvetdije që publiku voton lojën. Më kupton? Okej, më fal. Pra do lojën. Okej. Tu e kisha unë, që nuk besoja që do shkoja. Unë me veten time e ndjeja që e meritoj finale. Më kupton? E kam thënë dhe te darka e nominuarave për gjysmën finale, e dhash dhe atë ditë. Po ke fal. Ky është një format me audiencë. Sigurisht ka lojë, ka argëtimi, ka të gjitha, ama ka edhe mundësin që t'japi edhe mesazhe, që t'japi edhe modele. Po. E që ta se po Dhe thotë unë kam përshtypjen, shpresoj shumë të paktën që gocat, gratë, që edhe në vështirësi, të kem pa në një farë mënyrë një lloj, si ta them, frymëzimit e unë, që mund t'ja dalim dhe vetëm, olla. Unë besoj që... Mund t'ja dalim dhe vetëm. Krejt që jena qëtu jena për dikon një shambull, ose jena për dikon një... Më kupton, këtu e kisha unë ato që nuk besoja dhe që u habita, sepse më doli krejt tjetër. Dhe kur jam fut brenda kam thënë, nuk kisha i sigurt nëse e kisha transmetua atë që doja. Aha. Më kupton, është tjetër gjë, prandaj u habita. Se isha e bindur që do votoj loja. Amo fakti që mi këqyr na 5 që jena qëto, sa ndryshe kina pas rrugtimin qëto për njëri tjetër, edhe e të kallëzon edhe njerë kjartë se publiku as nuk voton veç për loj, as nuk voton veç për ata që e kanë tregu vetën. Unë kam përshtypjen, voton pak edhe publiku do të vërtetën. Po. Gjërat kështu fake nuk i ka qef. Më kupton? E vërteta për shembull Panktë në këtë që kam kuptuar unë. Sinqert ose... Unë po të kallëzoj drejt, s'tash jo për mja bë vetës po së thall hygi shumë bukur foli. Edhe unë jam 100% me lojën teme, besoj se jam konë çdo në aspekt, normal se më ka vyet vetvetja. E besoj se që ajo ka mu shpërbly në mënyrën ndoshta jashtë, ndoshta në finale s'di. Që aty jam shumë dakord me ty. Por se më ka vyet mu ma shumë. Pastaj mos harroj që është edhe kjo tjetra që unë e thash që unë kam marrë te një publik
që nuk më ka njohur, sidomos mosha e re. Po, do mos më ka Unë ke njohur mosha ime, pak më të rritur, se në kohën kur unë kam dalë nis, kur kam pas ardhur, kam pas punuar, kurse shumica, ose edhe për shembull një pjesë e meshkujve nga kombëtarja, nga emisionet sportive, po shumica mos më ka njohur. Dhe një nga arsyet që unë kam ardhur këtu është edhe për të pasur, për të njohur në këtë publik. Më kupton? Apo thosh o plus o minus mos më njoh. Plus kësaj, unë kam ardhur në një moshë goxha të pjekur dhe ta kam thënë, zakonisht në këto lloj formatesh asociohesh me të rinjt. Mosha ime është pak problem. Prit. Po thosh? Kështu që ka qenë risku dhe Apo thosh? këtu e kisha domethënë që e kam transmetuar atë që kam dashur të transmetoj apo jo. Apo Po thosh, e pas kam transmetuar dhe jam mirënjohëse pafund për gjithë ata që më kanë votuar. Mirënjohëse deri në fund jetës. Se është dashuria publikut është Që ta do thash? ti e ke pasur ndoshta punën ndryshe, unë e kam pas me publik. E di çfarë motivi është publiku, kur të respekton, kur të do, kur të vlerëson. Për zotin e madh. Që ta E kam ku një që to final. e kum vrejtë në Është studio. për shembull unë kur kam qenë në Gjermani për transmetuar për këtë, për të ndjekur kombëtaren në Evropian, gjithë rrugët ishin plote për plot. Gjithë ajo dashuria, Hygerta, të bëjmë një foto, nuk e di sa foto kam bërë. Pa fund. Ç'është po thosh atë si e njofshëm? Si? Po nga kombëtarja pra tjetër gjë. Është tjetër gjë, domethënë një pjesë e publikut mashkullor mund të njohë mua nga emisionet sportive, po masa e gjerë mua nuk njeh. Është vetëm mosha ime, po themi dhe pak më e rritë që më ka njohur. Unë për shembull. Ja, për shembull Eliona s'ka njohur, ti s'm ke njohur, Londrimi s'm ka Po njohur. shka po thosh, a ma mirë ma keq mos me të njoftë? Si? A është ma mirë? Ishte risk. Ishte rrezik. Me rrezik. Mundët me kune edhe në favor edhe në çfavor, se për shembull një njëri që hin këtu me një bagazh të madh, si për shembull me një karrierë të madhe, edhe hin edhe Po, është rrezik i madh. Që ka thonë për Lobin shumë mirë se ty të njohin si këngëtar, kënon e përdorsma, e përfatson, domethënë ti kënon në vendin ku dashuria lidhet përjetësisht. Po, e vërtet. Është një vend familjar, është një vend ku ka dashni, harmoni, ku dy familjet bashkohen për diçka të bukur. E vjen këto e prish komplet ato imazhe që ti ndërtu mrena 30 viteve, e ka dhënë komplet kundërtën, domethënë të kundërtën për dashnisë, as që ka treguar familjar, as apo kupton. Edhe rreziku për dikon që hin këtu mrena dhe s'ka pik bagazhi është që Në rrezik jo për çdo djalë. po de që ti hin që tu mrena dhe ki më njohur për çto që jetë. Po në momentin që ty nuk të kanë njohur, ti mund të bësh një rrugtim të gabuar, po prap mund të tërhiqesh në një farë mënyrë, kurse kur e ke një lloj karriere, e ke një lloj statusi, po të dalësh tjetër për tjetër, dalësh person që s'ke vlera, është rrezik shumë i madh. Më kupton? Për që ata ka dhe Nuk të shohin njerëzit më me ato sy që të kanë parë më përpara. Valla qef kanë shumë. Nuk vinë. Nuk vinë. Famën e ka. Unë e besoj se e kena arë me një kohë, pas 10-12 vjetë social media, fake në shmajt, fake aty, tregoje vete kisha mi lumë të rajnë shmajt, radiot popli, u lodhë me këtu sanë dhe ko qef shumë më shumë me po të vërtetën. Fikse dhe adin sa ma i vërtet që je këtu mrena, atë që ma shumë njerës të shuin vetët e ti, apo kupton, se edhe na jena njerës, pa marë parasysh, a kena pak ma shumë followers, a përfaqësujmë diçka, na apet jena njerës, edhe do me thonë na jena këtu mrena dhe njerës që na këqyrin, unë e thom një gjohë se reagoj një moment që shtu, del për shembull në këqyr dikush thot, koka që hej si unë, apo kupton edhe unë që shtu kisha, apo kupton, ose kallëzon diçka, e kallëzon një gjohë që e ki kalu, e qysh e ki bo, e kallëzon një hajgara, një diçka, e gjojnë vetën karakter tonë. Amo vetë vetës, edhe se folit, mirë tha dhe hyki qëto, vetë vetës, do me thonë ti vishë mu konë non-stop serios, vetë vetë mu thonë edhe kanë në humor, kanë në për të lakit. Jo më thunë, dëgjoj, edhe unë më kënë bajtë si serioze, po ja ku e ke Elionë, unë kam kërcy, kam këndu, se kam pas probleme, kam shfaqë vetën ashtu si që jam. Edhe gabime kam bërë. Edhe mu konë atë, mu pajtu me gabime. Edhe gabime kam Jo, bërë. kishë Mr. Perfekti, unë jam perfekt. Jo, më po qape, po ku ka njeri perfekt. Po, s'ka shans. Gjithse cili nga ne ka defektin e vetë. Defektet, ma dhe, jo defektet. Netflixi që ashtë ma shumë pudhez me dokumenta, do më thonë vipa që ka pe kalzojnë realitetin, sa Mr. Perfekti.
Tash mbi respekt. Te David Beckham i shkon mas keqti kur unë Dëgjoj, jam për Argentina. unë e thash Unë edhe, t'ja po Google foto. nuk e di kur ju a thash. Ygerdh për shembull e ka njohur gjithmonë të qeshur. Unë jam njeri që kur jam në publik nuk e shfaq. Domethënë e kam si ta them, Din me kjeshti. e kam domethënë këtë idenë që nuk dua të tregoj për shembull ç'a mund të kaloj ose ç'a problemesh mund të kem ose ç'a shqetësimesh mund të kem, edhe vështirësitë. Gjithmonë në publik unë jam shumë e qeshur. Okej, kam qenë në emisione, kam dhënë mendimin tim, okej, edhe këtë pjesë ma kam vlerësuar gjithmonë, po gjithmonë kam qenë ajo që jap pozitivitet, që jap s'kam se dalun tani për shumë problemet e mia edhe dal në rrjetet sociale e tregoj problemet e mia, se kam bërë kur, po kur. Po të shohësh, rrjetet e mia sociale nuk gjen kur një video që isha në spital, isha keq, ose jam gjendje. Po ata se marrë për të kërkush. Kur, nuk e kam transmetuar këtë. Unë veç një e kam kështu për 2 postime kështu për përvjetorin e mamit edhe motrës. Mirë, ajo është tjetër gjë. O e hat, o Edi, thuj Jimmy Johnit më përshëndet me një video. Edi, Beqiri, Jimmyt edhe Rolandit. Një pyetje, një pyetje, ama fol drejt. Se kam thëmë për shtypjen që s'flas drejt. Po, flas drejt. Ku ki hygi mrena në Big Brother, edhe hygi kur del për Big Brother, qëfar personi, qka ka ndryshu? Ludu nalu mu me këtu pyetje, pëse pi ban pyetje? Po, më interesëm? Po, qëtu pyetje, se pja merë. Pse më pje merë? Po, qëtu pyetje ka me t'i bo. Au, ane hajde të shka kim së? Po, këti, jo, adin se, këti jon ka i vinë këtu pyetje se na i kam... A, pa se s'do me thonë kërse, po kjo është doktor. Jo, nuk ka lidhje fare. Nuk është se kam mësuar në një gjë që nuk e kam ditë. Karakteri. Jo, nuk... Të shka ke ndryshu? Je bo ma but, më shumë sene. Me e but kam qenë gjithmonë. Jo, e but kam qenë gjithmonë. Mësoj se pjesën e notit e ki hek ma shumë, tash i ma pak. Jo, e ke gabim. E ke gabim. Kam zbulu. Jo, e ke totalisht gabim. Gjo pak. Unë jam njohur gjithmonë nga njerëzit më të afër nga familja, më gjo pak. Nga njerëzit më të afërt nga familja, mua më kanë njohur ose më kanë quajtur Gerta është 12 sahati. Gjithmonë kam qenë njeriu i qetë, njeriu tolerant, njeriu që s'bëj debate, që nuk zihem, që nuk... 12 sahati, në kuptimin gjithmonë kam qenë optimiste, do bëhet më mirë, do kaloj, do qesh me këtë moment. Do vija një moment që do kaloj gjithë shka edhe do më duket qesharak kjo që po kaloj tani. Gjithmonë. Me kalimin e moshës, edhe me përgjegjësitë që kam pasur mbi shtëpinë, jam bërë pak më nervoze. Kjo është edhe këtë nervozizëm, në ato raste kam shfaqur edhe këtu. Por absolutisht asgjë nuk kam bërë. Se çdo gjë që kam përjetuar këtu, unë e di dhe nga jashtë. Nuk është se kam parë ndonjë gjë, wow, e mësova këtu. Se unë parimet e mia kam zbatuar, ose po themi aftësitë që kam zhvilluar gjatë jetës time, ato kam përdorur dhe këtu. Unë nuk jam... Nuk është se kam mësuar ndonjë gjë... Na i njerëzje, na i natin me posë është mirë. Por unë të ti thash pas nashtu... Ore, unë kam pas idem, prandaj thash asgjë nuk merret personale. Pse? Sepse këtu është një lojë, këtu është një garë. Gjithë secili ka ardhur për të shfaqur, për të dukur, për të arrit finale, për të marrë çmimin. Pra, merri gjithmonë me rezerva. Nuk e kanë me ty, e kanë për synimin e tyre, gjithçka që bëjnë. Aty jam një që Ollaj, qëtu fjallësh du fëmi. Dhe unë Po psikologjikisht... pëse s'ki fol me ta, që kjo ka problemi jëtë majmonë. Psikologjikisht, unë jam... Erdhëm. Psikologjikisht, unë jam super e qetë. Hiq pjesën e gocës, mamit, që është me pjesën jashtë, me pjesën brënda, unë dalë si që kam hyrë. Nuk kam asnjë ngarkesë psikologjike, s'kam nevojë as për psikolog, as me u përshtat fare, zero. Jam super qetë. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Super e qetë. Kuadër të lojës hykit, me të vërtetë e kam kuptu edhe Alba, kanë qështu, kush ta merë ki personale. Alba. Ki hub shumë kotë të nejtë me ata dë shtampiqat, e ta është të thosh, jo hyki pëse s'm ki kalëzu, jo se s'ki fol kur. Dy brazilerot. Energjia pozitive. Qëta du të me mësu njështë? Samba. Ludo është për edhe mosha.